studimi, pastaj përveç studimeve bazike, në master, në specializim dhe në doktorat, ishin edhe vështirësitë cilat më kishin përcjellur gjatë asaj kohe si baba i 4 fëmijëve dhe mbajtës familje. Po megjithatë, me përkushtimin, me interesin për të bërë një person për cilën kam pas gjithëherë dëshirë të jap mundësinë që të ndihmoj tjerët të cilët kanë nevojë, se nga shpirti duhet të jemi secili për neve humanist dhe sigurisht që kjo pjesa e altruizmit që ka qenë pak më me prioritet më ka shtyr që te kaloj të gjitha sfidat të cilat i kam pas në jetën përderisa ka marrë deri më. U influencuan sa të pak fëmijët që të ndjekin rrugën tënde profesionale apo kanë marrë kohë kritikisht të ndryshmet? Po, edhe fëmijët kanë ndjekë rrugën time, kanë qenë student, kanë diplomu, kanë përfundu studimet bazike, por nuk kanë mujt me gjetë veten këtu dhe kanë dalur jashtë. 3 kam jashtë. Ku janë ata? Po i kam në Amerikë kam kryesisht. 3 djali dhe 2 vajzat, edhe ato kanë kryer studimet. Vajza e vogël që ka qenë edhe mësuese ajo. Dikun 5 vite ka punu si mësuese, pasi që u fiju, erdhi momenti e mori jetën e vetë ndryshe. Me qenë se djali që kam në Amerikë dhe i ka qenë një si mirë i matematikës dhe i fizikës dhe ka pas dëshirë shumë të studioj në elektroteknik, por u regjistru, por nuk vazhdoj studimet, me një vizitë studentore iku jashtë vendit dhe tani është atje. Vajza modhe. E vështirë kjo distanca, zoti Elshani, prapë që të 3 në Amerikë, një vend i largët, që në bashkë edhe vizitat mund të jenë të kufizuara. Gati 5 vite i ka që nuk i kam po. është vështirë, është emocionaja për kur ti nuk i shef nuk po. Djali madh është këtu, nuk ka dashur me shku atje dhe ky ka kryer studimet, punon me një biznes të vetin, i punon edhe shoqja mësuese, asistente dhe tani kështu që ata e kanë gjetë veten të rrinë bashkë me neve. Po megjithatë, jeta është e tillë. Jeta është e tillë, po besoj që jeni krenar me sukseset e gjithë secilit edhe i ndani bashkë ato. Për të hyrë gradualisht në ujërat e temave që do doja të diskutoni.